Për shkak të fitores në betejat elektorale përballë Partisë Socialiste, këto 2 muaj gjysmë treguan atë që kam thënë që nisje, që nuk ka pas asnjë rrezikshmëri shoqërore qëndrimi im, po themi, në liri, nuk ka pasur një vepër penale e cila të ketë sjellë dëm shoqërisë, përkundrazi, vepra apo pasoja që solli në shoqëri, denoncimi im publik ishte një pasojë pozitive. Pra një person i dënuar me 7 vite e 4 muaj burg për trafik ndërkombëtar droge, i lidhur me qeverinë dhe me ish-ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj, shkoi u dorëzua në burg. Pra është kthyer përmbys një po themi apo disa norma të vendosura nga shoqëria. Shoqëria të izolon nëse vjedh, nëse bën korrupsion, nëse dhunon, nëse vret, ndërkohë që kundërta ka ndodhur me këtë rast, unë jam izoluar dhe jam burgosur për shkak të bindjeve politike dhe për shkak të denoncimit të një personi të inkriminuar dhe që vazhdonte aktivitetin e vet kriminal i lidhur me qeverinë. Pra, kjo është një histori e cila nisi shumë vite përpara, siç ju e dini, dhe nga dita në ditë të gjitha denoncimet që edhe personalisht kam bërë në emër të Partisë Demokratike, po dhe denoncimet e tjera të bëra nga Partia Demokratike, po faktohen duke faktuar së pari lidhjet e forta të krimit me qeverinë, jo vetëm lidhjet forta, po kontrollin fatkeqësisht të grupeve të krimit organizuar dhe përfshirjen e drejt për drejt apo involvimin e drejt për drejt personave në funksionet më të larta qeveritare apo policore apo të drejtësisë. Është një çështje që pas këtij momenti që është po themi përfundimi i këtij po themi turpi për drejtësinë, kësaj njolle turpi për drejtësinë e kapur politikisht nga Edi Rama, do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, duke jo se nuk e kam bërë përpara, por duke qenë se e kam provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet pa drejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht përballen me padrejtësi të përditshme jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por edhe nga të gjithë institucionet e ekzekutivit, të cilat janë kthyer në institucione dhunuese dhe gjobash të përditshme, të cilat i kanë në lëkurë qytetarët e Republikës. A përfundoi betejja juaj me drejtësinë deri këtu në këtë moment që ka përfunduar edhe në gjykatë lartë, apo do shkoni në gjykatat ndërkombëtare? Betejja ime me drejtësinë është në rrugë sipër, që mos them sapo ka filluar, se do më në një gjë tjetër. Nga pikpamja formale depozitoj për pak ditë në gjykatën kushtetuese dhe nëse do të ketë kontroll, siç po duket, të gjithë sistemi i drejtësisë nga ana e qeverisë, do të depozitoj në Strasburg të gjithë ankimimin për këtë çështje dhe jam i bindur në fitore, por përtej kësaj unë mendoj që gjithë secili, unë po kushdo që ka një mision publik duhet bëj betejë që drejtësia të jetë drejt. Ju e dini që sot për shkak të reformës në drejtësi, e cila është mirë pritur dhe në të gjitha këto vite unë kam qenë mbështetës dhe kemi qenë në çdo studio ku kam pas mbështetje duke u nisur nga predispozicioni pozitiv që duhet i dhënë kohë drejtësisë. Ju e dini që sot drejtësia është thuajse më keq se kurrë. Pra për një çështje për cilin do qytetar që përballet sot dyert të drejtësisë, duhen minimalisht 7 vite për të dalë nga ato dyer. Drejtësia përdoret për qëllime politike. Drejtësia është selektive dhe ja ku jemi këtu ngjitur me institucionin tjetër, strukturën e posaçme antikorrupsion, ju e keni vënë re se si në mënyrë selektive në përgjime të caktuara përzgjidhen të arrestohen apo të goditen disa dhe të shmangen disa të tjerë. Ju e dini në të gjitha rastet, në rastin e Toyota Yaris, në rastin e përgjimeve të Skyt, ka përgjime të personave të caktuar që në emër të ministrave të brendshëm marrin mijëra euro për të emëruar shefa komisariatesh. Ka dhjetra raste që në mënyrë selektive bëhet drejtësi jo sipas ligjit, po drejtësi sipas ligjit, sipas interesave të Edi Ramës. Në të gjitha rastet, meqense era fjala, të arrestimeve të ndodhura politike, janë të gjitha pasi Edi Rama i ka lëshuar ose i vetmi rast që ishte ndërtyrë që ishte Erion Veliaj, u lëshu më pas dhe u duk që ishte një lëvizje këtij lloji.
E njëjtë gjë me rastin e zotit Meta, e njëjtë gjë me rastin e zotit Berisha, e njëjtë gjë me të gjitha rastet që kanë ndodhur Lefter Koka, të gjitha rastet kanë qenë raste që pasi Edi Rama i ka lëshuar, spaku i turrët. Dhe ajo që është edhe më rëndësishme është që të gjitha rastet, nuk e kam me të keq këtë, po themi keni arrestuar ju një vit përpara. Pra i ka arrestuar media një vit përpara, kanë dalë në media ç'është kjo drejtësi që e di gjithë publiku një vit e kusur përpara për gjitha rastet, pastaj vendos ka drejtësia. Pra çdo gjë e thënë në publik ka shkuar ashtu siç është thënë, sepse ka pasur një qëllim politik. Dhe ai që e ka hedhur dhe ka spynuar, e ka hedhur për një qëllim politik. Drejtësia duhet kërkoj provën dhe i takon gjykatave pa diskutim, më shumë edhe se sa prokurorisë, që të vendosin drejtësi mbi bazën e provave të palëve dhe jo mbi bazën e qëndrimeve politike, të kalkulimeve politike, apo akoma më keq të prodhimit të statistikave. Me statistika, në kohën e regjimit, ju e dini që janë dënuar më shumë zyrtarë të lartë, po s'ka pas as liri as drejta. Ju e dini që sot në vendet më diktatoriale kanë dëshkimet më të larta gjasme për korrupsion zyrtarëve. Butani ishte i pari pash para se të vija këtu, Vietnami i dyti, Kina e treta, edhe këto vendet e tjera kanë përshtypjen Myanmari i katërti. Ne duam të prodhojmë një drejtësi e cila të luftoj krimin dhe korrupsionin dhe pa diskutim të jetë brenda të gjithë standardeve që duhet garantoj sipas Konvencionit Evropiane për Drejtat e Njeriut një proces të rregullt dhe ligjor dhe jo e ritheksoj, jo mbi bazën një drejtësi politike dhe selektive e cila prodhon pa drejtësi. Kush i kthen 10 raste të cilat kanë qelluar që ja kanë futur kot, po e them gjuhë popullore. Kanë qelluar, se nuk i raportoni ju. Kanë pasur kanë pasur 33 vite. Në çështjen penale, dhe që do t'i drejtoni dhe do t'ia tregoni gjykatës socialiste para dyta. A keni gjetur ju raste të ngjashme në aspektin ligjor dhe juridik, të cilat do të sillen si shembull në gjykatën e Strasburgut, që janë të ngjashëm me rastin tuaj? Kjo është rasti pa ngjashëm dhe është, po themi, precedenti i parë në Europë, në të gjitha, po themi, kërkimet që kemi bërë në jurisprudencën e Strasburgut, në praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, që dikush të dënohet për një vepër penale para është dënim pa ligj, pra nuk ka kallëzim të rrem publik. E dyta, është një fakt i provuar që personi që u kam denoncuar ka shkuar brenda ditës së është dorëzuar autoriteteve italiane. E treta, pasoja që ka sjellë, siç e thash, është pasojë pozitive, nuk është pasojë negative. E katërta, në Shqipëri, por se në vendet e Europës jo nuk ekziston, është rasti i parë kur për kallëzim të rrem dënohet dikush me një vit burg. Dhe e pesta që është edhe më rëndësishme është që pavarësisht se kjo vepër nuk përfshihet në veprat është më rëndësishme, po themi për tani e më pas, nuk përfshihet në veprat që parashikohen ndalim për shkak të ligjit të dekriminalizimit, për shkak të një artifice të vendimit të gjykatës që është i formës prerë dhe për shkak të parashkrimit të veprës, unë po themi pavarësisht se nuk e kam pasur dënimin plotësues, që ju e kuptoni që dënimi plotësues është dënim shtesë në shumë raste për ndalimin e funksioneve publike për 5 vite, mua më janë ndaluar praktikisht pa ligj edhe kjo, 5 vite funksion duke më hequr një mandat të marrë nga qytetarët dhe duke më ndaluar në mandatin tjetër në betejën që do të isha në zgjedhjet e Elbasanit. Kështu që ka 1000 shkelje të tjera që kanë të bëjnë me mosmarrjen e dëshmitarëve, me mos pranimin e provave nga ana jonë, me mos thirrjen e personit i cili ishte denoncuar, me mos pasje ndjeni në çdo rast tim. Nuk ka marrë një denoncim i cili është investiguar nga një kolegu juaj dhe kanë marrë përsipër pothuajse të gjithë personat e përfshirë në atë çështje. Kështu që kjo është një çështje që rikthen dënimet politike, është vetmja çështje që në Shqipëri, siç e thash, ka akuza apo dënime politike nga gjyqësori fatkeqësisht, por i kanë akuza të cilat janë me vepra penale të rënda. Kjo është fiks për agitacion propagandë. Nuk bëhet fjalë për korrupsion, nuk bëhet fjalë për vepër penale që ka të bëjë me dhunë apo me krim shtetëror, është fiks agitacioni propagandë i cili rikthehet mbas kaq vitesh dhe po themi sot ishte periudha e fundit e përfundimit të këtij momenti, nga tani e mbrapa besoj që do flasim, do kemi mundësi të flasim për gjithë elementet e tjera. Në nisje të kësaj deklarate, lidhjen e krimit organizuar me politikë, në ditët e fundit janë duke u raportuar gjerësisht, madje edhe në mediat ndërkombëtare, takimi i karteleve të drogës
me përfaqësues të qeverisë shqiptare Po në 2010. pyesni pak. Do drejtohet Partia Demokratike duke qenë se jemi edhe në oborin e SPAK me një kallëzim penal të kësaj strukture. Partia Demokratike ka bërë një punë po e quaj edhe përtej mundësive të veta për depozituar kallëzime penale për çdo rast. Për detyrë e kësaj strukturës posaçme antikorrupsion dhe e institucioneve të ndjekjes penale, por edhe të drejtësisë, që për çdo rast që ka akuza të forta, siç ishte rasti i publikimit një gazetar italian të pretendimit të tij që ka përgjime mes karteleve në Aruba dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë, të shkojë hetimit deri në fund. Edhe pyesni se e shoh që sikur nuk ekzistojnë këta deputetët apo ish-ministrat e Partisë Socialiste. Pyesni në një ish-ministër të brendshëm, mos rastësisht ka qenë i përfshirë aty, se mund na dalë pasaj që dhe kjo çështja mund dalë pak më mbrapa që dhe kjo çështja për cilën unë jam dënuar ka ndonjë lidhje me këto kartelet e drogës edhe me përfshirjen e këtyre personave të nivelit lartë politik në shërbim. Pyesni në një ish-ministër nëse ka qenë aty dhe pyesni cilët kanë qenë. Në momentin që unë kam, po të kisha unë përgjime të kisha dalë mes sheshit, jo këtu të ju, për të denoncuar. Unë po ju them, por nuk ka diskutim fare, po ju them që sot kartelet dhe grupet kriminale kontrollojnë Shqipërinë. I keni parë ju në përgjime se si i njihni, se ju mund të njihni, po i njihni dhe publiku se si që e kishte emrin ai Çopja bënte 3.5 miliard euro. I njënte njëri në Shqipëri që ishte një tjetër një në Peqin, Nervis Qela, që thoshte po t'jap 6 milion euro të keshe ti të bashkalamajt me buk 6 milion euro. Ndërkohë që flitej për qindra milion euro të tjera, po 6 milion euro ishin sa të mbante fëmijët me buk. Tani keni bërë shumë mirë, po edhe ne duhet i denoncojmë, ju i keni zbardhë. Ne i denoncojmë, po këta që janë këtu ngjitur, jo nuk kam asnjë akuzë, unë kam falenderim për rolin e medias dhe kam një falenderim për ju edhe për mbulimin e gjithë rastit, po themi, edhe në rastin tim personal, edhe për zbulimin e të gjithë rasteve tjera, por fatkeqësisht fjala publike dhe denoncimi publik nuk po ka vlerë, apo jo. Sepse dikush i bie këte daullës, këta i bie një vegle tjetër që mos e them. A do të ndjeki kjo strukturë e posaçme antikorrupsion dhe drejtësia çështjet cilat janë aktuale, apo do merren me çështjet e dënimeve në vitet 45-46, se dhe atëra ka pas krime. Drejtësia efektive është e tillë nëse i ndjek çështjet në kohë dhe i jep mundësinë e parandalimit, jo vetëm të çuarjes së dëmeve të shkaktuara deri në fund, por edhe duke e ditë zyrtarë të tjerë apo persona të tjerë që përfshihen në krime të ndryshme, që drejtësia vepron në mënyrë efektive dhe në mënyrë të shpejtë, të mos ndodhë më pas. Dini ju që funksioni, e kam retorike se kam e ju, se ju po që dini, po funksioni kryesor, për të thënë kështu, i drejtësisë, në këndvështrimin tim, por edhe të legislatorit është të parandalohet që të ketë vepra penale në tashme, nuk është qëllimi ndëshkimi, nuk është qëllimi që të mbushen burgjet si që kanë mbush me njerëz të cilët arrestohen për suvatime edhe për bërje avlish, edhe ndërkohë i ke edhe bën propagandë rama ke 4 kate pa leje mes Tiranës. Dini ju tjetë arrestu njëri? Dini tjetë arrestu njëri për pallatet e bëra pa leje dhe të konfiskuara që ja kthen? Pra jemi në kushtet e një selektivitetit të drejtësisë, fatkeqësisht dhe nëse deri, po themi në këto momente, kam qenë edhe pak më rezervuar për t'i dhënë mundësi, sidomos institucioneve të reja, për shkak njerë do plotësohen me prokuror, njerë me BKH, njerë me këtë, tani nuk ka asnjë justifikim që strukturat të mirë paguara, të mirë financuara, të mbështetura ndërkombëtarisht, të jenë thuajse jo vetëm të dorëzuar apo të kapura. A mund të rri me qenë se jemi këtu pa thënë që kjo strukturë e posaçme antikorrupsion bërë një task force, edhe kanë bërë 100 takime, foto, i keni vajtë ju mbrapa me media, i kemi ndjek ne për krimet zgjedhore, dhe gjatë gjithë fushatës zgjedhore ka shkuar vetëm atje ku fliste Edi Rama? Po më lunë me 2 porta, i thoshtë atit, shkonin këta turrëshin këta me vrap për të shku ditën tjetër. Nuk pati një socialist që bënte krime zgjedhore, ishte ai fakiri shkreti Lushnjës për PD-n edhe 2/3 një partie të vogël.